Ishte prej kohës që ishte në kërkim, inteligjenca braziliane deklaroi që ne kishim në survejim, madje kishte lëvizur nga një rajon në rajonin tjetër, por me një figurë goxha e rëndësishme për folur, a mund zbuloj në Brazil, ku numri banor nuk është 3 milion sa që Shqipëria është, 20 herë më shumë, 30 herë më shumë. Janë kanalet ndryshme të komunikimit dhe të mënyrave të hetimit dhe gjurmimit subjekteve. Nuk është totalisht e thënë që një subjekt i kërkuar nga drejtësia përmes disa dokumentave të falsifikuara të mund t'i bëj bisht autoriteteve të zbatimit ligjit. Sot Shqipëria nuk është një vend i izoluar që po kalove kufirin nuk ka me këtë kontaktoj për gjetur, por është e atachuar dhe bashkëpunuese, sikurse është edhe nxitur shpesh nga agjencitë të zbatimit ligjit ndërkombëtare, sidomos Interpol, Europol dhe agjencitë të tjera deri edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë pikërisht ndërthurja e këtyre elementeve që i mundson autoriteteve shqiptare që aratia për subjekte të caktuara të mos jetë e përhershme, por të vijë një moment që ata të funksionimi i shtetit dhe i mekanizmat të tij për gjurmim dhe kapjen e personave në kërkim të funksionojë. Në rastin e Matos nuk është diçka